Në fotot e vjetra të qytetit historik të Durrësit, gjejmë shpesh brenda tyre pjesë të historisë së tij të veçantë. Në një foto të tillë, të realizuar nga ajri në zonën bregdetare, ku sot ndodhet Banga e Shtetit, shihen avion luftarak zbulimi të ankoruar në bankinat e drunjtë të portit. Janë hidroplan të ushtrisë austriake, prodhime gjermane, të bazuara gjatë luftës së parë botërore. Ndoshta edhe fotot ajrore ku duken tetojat e avionëve në breg janë realizuar nga pilotët e këtyre avionëve. Avionët që po paraqesim janë bombardues të specifikuar për të goditur anijet në det, të prodhuara në Gjermani në vitin 1917, një model modern për kohën. Ata u bazuan në Durrës për të u përdorur në betejat me italianët, por që përdoreshin edhe në terrene toksore. Avionët e parë që erdhen u përdorën për qëllime zbulimi nga ajri, sipas kujtimeve që kanë lënë të shkruara vetë pilotët. Në një operacion të tillë është dëmtuar një avion që u soll për riparim në oficinën e instaluar në Bregdet. Nga historiku i këtij vendbanimi, mësohet se avioni i dëmtuar mbante matrikullin K177. Vendbazimi i këtyre avionëve mjaft modern për kohën tregon se Durrësi ishte një terren kyç në teatrin e veprimeve luftarake të ushtrive në periudhën e luftës së parë botërore. Avion të tillë kishin 2 pilot në përbërje dhe për masa 13.7 gjatësia, 20.40 hapja krave, 4.23 cm lartësia dhe pesha 2850 kg, me shpejtësi maksimale 150 km/h dhe lartësi fluturimi në ajër 2 km. Fotot e hidroplanëve ngjallin interes kulturor dhe shkencor. Pasi pamjet e avionëve që po sillim në ekran, paraqesin një pjesë historie, pak të njohur nga brezat e sotëm të këtij qyteti. Në përfundim të luftës së parë, disa ekzemplarë të këtij avioni të prodhuar nga Daimler u kapën të padëmtuara nga forcat italiane për t'i studiuar. Pjesa që i mbijetoi luftës ju dorëzua nga Austria Marinës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, si pjesë e reparacioneve të luftës, të cilët atje ata u zmontuan për të studiuar teknologjinë e prodhimit.